European Union, they're very tough, very tough traders. Në fjalimin e shumëpritur, presidenti amerikan Donald Trump shpalli tarifat e reja reciproke për pjesën tjetër të botës, duke theksuar se do të nënshkruante një urdhër ekzekutiv për implementimin e tyre. Fjalimi i Trump u mbajt pas orës 22 dhe ai theksoi se niveli minimal i tarifave do të jetë 10% për gjitha vendet, përfshirë edhe Shqipërinë, ndërsa 20% për Bashkimin Evropian dhe deri në 34% për Kinën. Sipas Trumpit, tarifa 25% do të aplikohet për makinat e huaja. Taksa paguesit tanë janë mashtruar dhe janë plaçkitur për më shumë se 50 vjet, por kjo nuk do të ndodhë më, deklaroi ai. Në fjalimin e tij, e ka quajtur 2 prillin si ditën e çlirimit për Amerikën, duke theksuar se kjo është dita kur Shtetet e Bashkuara do të marrin përsëri kontrollin e industrisë dhe ekonomisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aplikonin një tarifë prej 2.4% për makinat e importuara, ndërkohë Tajlanda dhe shtetet e tjera aplikojnë çmime shumë të larta, si 60%, India aplikon 70% dhe Vietnami 75%. Kjo është e padrejtë, shtoi ai. Njoftimi i Trumpit ka shkaktuar një rënje të fortë të dollarit. Tregu i obligacioneve të qeverisë amerikane gjithashtu reagoi negativisht. Përveç kësaj, Trumpi ka sulmuar marrëveshje tregtare si NAFTA, duke i akuzuar për shkaktimin e humbjes së miliona vendeve të punës dhe për rritjen e deficitit tregtar amerikan.